Policia angleze ka vënë në pranga 5 shqiptarë pasi janë shpallur në kërkim nga drejtësia italiane për krime të ndryshme kryesisht në trafikun e drogës. Për t'i shpëtuar përballjes me drejtsinë italiane, ata kishin zgjedhur si vend fshehje Anglinë. Përpara gjykatës së ekstradimeve City of Westminster Magistrate Court, doli Fation Haskaj, 41 vjeçari akuzohet për tentativë vrasje dhe plagosje. Geraldo Bejaj është prangosur në zonën Cottage Grove të Londrës. 35 vjeçari Beja akuzohet për trafik droge dhe si pjesë e një organizate të krimit të organizuar. Sipas medias italiane, ai bashkëdrejtonte këtë grup kriminal së bashku me një maroken. Ata janë përgjegjës për trafikun dhe shitjen e disa tonelatave kanabis që transportohej nga Shqipëria. Ndërkohë edhe 41 vjeçari Mareglen Cefalia është prangosur për llogari të Italisë. Ndaj tij rëndojnë 14 akuza për trafik droge. Ndërsa Fation Haskaj nisi procesi shqyrtimit të ekstradimit për akuzën e prokurorëve italianë lidhur me tentativë vrasje. I kërkuari tjetër i drejtësisë italiane, Gëzim Topalli, është arrestuar në zonën e Harrow në Londër. Topalli, 41 vjeç, ka llogari të hapura me drejtësinë italiane si i akuzuar me 10 akuza për trafik droge, po aq akuza për grabitje të sendeve me vlerë.